Ndodhemi vetëm 100 metra në vijë ajrore larg qendrës së qytetit të Fierit e përkatësisht sheshit Nën Tereza. Ajo çka shohem në këtë moment e pas meje janë vetëm rrënojat e mbetura nga pallati i lojrave me dorë. Ai u prish për të ndërtuar një tjetër më i madh. Por sot, edhe pas 2 vitesh pas hartimit të projektit nga Bashkia e Fierit, siç mund ta shihni dhe vetë nga pamjet, këtu nuk është ndërtuar asnjë gjë, por një kënet e re. 2 vite pasi Bashkia e Fierit premtoi ndërtimin e pallatit të ri shumë sportësh, ajo çka është ndërtuar është vetëm një kënet. Vetëm 100 metra larg sheshit Nën Tereza në Fier, një vatër infeksionesh çdo ditë më shumë po merr përmasa më të mëdha. Dikur kjo zonë ka shërbyer edhe si shëtitore për të cilën qytetarët fierak janë nostalgjik. Sipas tyre, kjo zonë duhet të rehabilitohet dhe t'i kthehet pamjes së dikurshme. Ka vetëm shelga edhe kasht. Asgjë tjetër, vetëm mbeturina. Ai sheshi atje njërë me ujë rrezeza e shiteri mbushur. Po kush do ta pastroj ne? Tjetër e di kryetari s'din. Ky është faj bashkisë e bëri këtë katavur këtu. Ishte bërë për të bërë më mirë u më keq. Nuk është ambientimi i rikëndshëm, duhet vendar një çik. 3 premtime janë dhënë në çdo fushat në mandatet e kryetarëve të bashkive të këtij aktual. Pallati i sportit, Gjanisa dhe Ureshekit. Asnjë nuk është bërë. Specialistët e mjedisit ngren alarmin për atë çka është duke ndodhur vetëm pak metra larg qendrës së qytetit, ndërkaq Bashkia Fier për këtë situatë hesht. Prej 2 ditësh jemi përpjekur të kontaktojmë me përfaqësues të Bashkisë së Fierit sa i takon projektit për pallatin e lojrave me dorë, por askush nuk dënjon të jap një përgjigje zyrtare. Pallati i shumë sportësh në Fier duhet të kishte filluar punimet 2 vjet më parë, por për shkak të problemeve sa i takon pronarëve të tokës, kjo situatë është pezulluar.